Dhe kam pasur shumë mesazhe, nuk e di se për çfarë arsye, si qysh tek mund ta kem lënë përshtypjen sikur më ka shkuar ndërmend që unë t'jap dorëheqje. Kam pas shumë mesazhe. Dhe gjithmonë më shumë, sepse gjithmonë më shumë njerëz ftillohen. Gjithmonë më shumë njerëz shohin që e gjitha kjo është diçka që nuk rri, as në qiell as në tokë. Nuk mundet dot asnjë shqiptar i arsyeshëm edhe sikur kur mos na ketë votuar. Kur mos na votoj që të pranoj që Tirana të bëhet një territor sfilate për një turm që shkon të bllokoj aeroportin. Nuk e pranon dot askush më këtë. Është e pamundur. Dhe natyrisht tërheqja pak nga pak e atyre që shkuan atje për të dalë në skenë dhe mbetja e një grupi ku ka një përzierje të hatashme. Dhe është një përzierje, siç e thon këta patriotë digital, mbarkombëtare. Vin njerëz nga Kosova, vin njerëz nga Maqedonia, vin njerëz nga territore të tjera për të shpëtuar Shqipërinë në emër të shqiptarëve. Ulërin të mblidhet këtu kombi. Ndërkohë që njerëzit që funksionojnë me arsye, edhe ata të bankave, të mirë paguarit, më të paguarit, me meritën e tyre, e kuptojnë shumë mirë që këtu ka diçka që nuk shkon fare. Dhe si kam dhënë përgjigje kujt, sepse më zhdukur por kur ka momente të tilla, kam shumë kënaqësi të kujtoj një hollësi tek Homeri. Kur Odiseu afrohet pranë sirenave dhe refuzon që të mos i dëgjoj. Përkundrazi, ai insiston që t'i dëgjoj. Sepse vetëm ai që i dëgjon kupton se sa i madh është tundimi në një mënyrë ose në tjetër. Por ai bën dhe gjë tjetër. Lidhet shumë fort mbas diregu të anijes, jo se s'ka besim tek vetja, por sepse ai nuk e negocion destinacionin. Dhe atë që vetja në një dekik të vetme mund t'ja bëj duke e hedhur në ujë pas sirenave, ai e ndalon me litarët që lidh veten tek diregu. Sepse ai e di që çdo gjë mund ndodh, por qëllimi është çka e ka çuar deri aty dhe çka e çon deri në fund. Dhe unë mendoj që kjo e Odiseut është metafora më e zakonshme e leadershipit dhe e qeverisjes. Një qeveri nuk ka drejt mbyll veshët. Përkundrazi, një qeveri duhet dëgjoj. Një qeveri duhet ta dëgjoj dhe patjetër një grup parlamentar, flas për një grup qeverisës, duhet ta dëgjoj edhe gjithçka që thuhet në atë sheshin e xhirimeve për algoritmin. Dhe nga diskutimet e para është shumë e qartë që janë dëgjuar. Duhet të dëgjoj kritikën, edhe zemërimin. Nuk është e mundur që një qeveri ta skualifikoj duke ja hedhur të gjithë fajin algoritmit. Nuk është ky rasti. Por ka një gjë që një qeveri nuk mund ta bëj kurrë nëse është aty me një destinacion. Një qeveri nuk e dorëzon kurrë timonin tek zhurma.